Vendi ynë ka kondita shumë të mira për zhvillimin dhe prodhimin e ullirit. Origjina e kësaj bime në vendin ton humbet në thellësinë e shekujve. Gojdanët tregojnë se zakonet e vendit lejonin martesën e çdo të riu vetëm pasi të kishin mbjadh e të kishin zënë 8 rrej ulli. Ashtu si gjithë kulturat e tjera bujqësore, edhe ulliri ka nevojë për shërbime të rregullta agroteknike. Një nga masat më të rëndësishme është krasitja. Kjo detyron ullirin të prodhoj pak a shumë në rregull çdo vit. Spërkatja që është filluar me sukses që nga viti 1953, e ruan bimen nga miza e ullirit që dëmton prodhimin. Për të siguruar lëkshirjen e nevojshme, në ullishtet e zonave kodrinore, si dhe për të menjanuar rrezikun e gryrjes së tokës, ndërtohen pallakome të thjeshta. Hapen sheshin e pjesën e sipërme të ullirit. Nga ana poshtme ndërtohen gardhe që nuk lejojnë rreshqitjen e tokës dhe menjanojnë zhveshjen e rrënjës. Këto masa ndihmojnë për të mbajtur bimen të shëndoshtë për një prodhimtari më të rregullt dhe më të mirë. Kryerja me sukses e në kohën e durë të gjitha shërbimeve agroteknike shpërblehet me prodhim të bollshëm. Në vitin 1962, në vendin tonë numëroshin mbi 1,5 milion rrej ulli më shumë se në vitin 1938. Ky vit paraqitet i jashtëzakonshëm. Por kujdesi i kultivuesve të ullirit nuk ka mbaruar me kaq. Ato luftojnë që vjelja e prodhimit të bëhet sipas rregullave agroteknike, duke menjanuar dëmtimin e filizave e të lastarëve të ri që premtojnë prodhim në vitin e ardhshëm. Ka disa vjet që shumë ekonomi për të shkundur ullit nuk përdorin shufrën. Vjelja bëhet me dorë drejt mbi bim ose duke i krerur këto me gishta për t'i rrëzuar në tokë. Ullit e mbledhur me kujdes duhet të jenë të pastra nga lëndët e huaja. Ata duhet të vendosen në shporta ose kosha dhe transportohen me njëherë në fabriket e vajit. Kujdesi i veçantë kërkohet për depozitimin e ullirit në mënyrë që të mos dëmtohet. Për nxjerrjen e vajit nga ullit, industria jonë ushqimore është pajisur me mjete dhe makineri moderne. Me brumin që del nga blurja, mbushen këto kanistra. Ato vendosen në superpresa të fuqishme, nga ku përfitohet vaji dhe uji vegetal. Nga këto makina sigurohet pastaj vaji i pastërt dhe me shije karakteristike. Një pjesë e mirë e ullive kalon në përpunim për konservim. Pasi u hiqet fillëtira dhe kriposen, ato vendosen në fuqie ose kavanoza dhe janë të gatshëm për konsum. Masat që ka marrë shteti për ngritjen e fidanishteve të ullive janë bazë shëndoshtë për zhvillimin e mëtejshëm e me ritme më të shpejta të kësaj kulture në vendin tonë. Fidanishte shtetërore në Elbasan, Berat dhe Vlorë kanë patur një rritje të konsiderueshme dhe kohët e fundit e kanë shtruar prodhimin, duke u bërë kështu nga më të mëdhat në botë. Vendimi i prillit 1963 i Komitetit Qendror të Partisë dhe i Qeverisë për zhvillimin e ullirit dhe shtimin e burimeve të tjera të ndyrnave parashikon dyfishimin e fidaneve të ullirit që prodhohen nga këto fidanishte. Edhe këtu fidaneve të ri u kryen me kujdes të gjitha shërbimet agroteknike. Fidanet shkulen me kujdes për të mos u dëmtuar nga rrejt.
Mbasi mështillen me kasht dhe lidhen, ato transportohen në vendet e caktuara për mbjellje. Këtë vit është vendosur që të mbillen 260.000 rrejulli. Këtë aksion të rëndësishëm, partia dhe qeveria ja ngarkoi ushtrisë sonë popullore. Nuk është hera parë që ushtria jonë u vjen në ndihmë punojësve të bujqësisë. Ajo ka marrë pjesë në krijimin e vreshtave me udhëllin në Lushnjë, të kodrave me udhëllin në Durrës, Levan e Vlorë, në vjelën e prodhimeve të vona. Edhe detyrën e re, bijtë e popullit e kryen me kujdes. Nga Lapraka në Vorë, Durrës, Lushnjë, Berat, Fier, Levan e deri në Vlorë, filloi puna. Në shumë kodra u ndezën zjarre për djegjen dhe pastrimin e ferrave e të shkurrave të panevojshme. Gjatë prerjes së shkurrave, sigurohet dhe një pjesë e lëndës së drurit, që do të shërbejë si mbështetje e ullinjve të ri ose për djegje. Pas piketimeve, vendi është i gatshëm për të filluar hapjen e shesheve dhe të gropave. Ushtarët tanë, jo vetëm që janë burojë e sigurt të Republikës sonë popullore, por dhe të gatshëm që të vinë në ndihmë popullit për ndërtimin e plotë të socializmit, për tabelat dhe unë tonë më të bukur dhe më të pasur. Brenda 15 ditëve, u shpillzuan 450 hektar tokë, u pregatitën 65.000 vetullore dhe përveç punimeve të tjera, u hapen 87.000 gropa. Entuziazmi dhe vrullin e puni ushtarëve përfshiu edhe punojësit e bujqësisë. Brenda pak ditëve, u mbullen mbi 23.000 fidan e ulli. Vitet do të kalojnë dhe këto ulli do të rriten. Me pamjen e tyre gjithmonë të gjelbërt dhe mbjelljen sistematike, ato do të zbukurojnë kodrat e atë dheut tonë. Gjerë me 1980, Shqipëria do të ketë 10 milion rrejulli. Zonat e tëra gjatë të lëna djerë, po kthejnë në tokët e frutshme dhe të begatshme për të mirën e popullit tonë, që në udhëheqjen e drejtë të partisë, ndërton me sukses socializmin.